Kopshtet vertikale janë më shumë se thjesht element dekorativ në peizazhin urban. Ato ndihmojnë në uljen e temperaturave në qytete dhe promovojnë biodiversitetin në hapësirat urbane. Bosco Verticale i Milanos është një nga shembujt më të njohur të murit të gjelbër urban, ku pemët dhe bimët ngrihen lart përgjatë fasadave të ndërtesave, duke sjellë freski dhe gjelbëri në zemër të qytetit. Kopshtet vertikale janë një inovacion i ri në arkitekturën urbane dhe po shfaqen gjithnjë më shumë në lagjet tona. Megjithatë, deri tani mungonte një studim shkencor që të mbështeste zyrtarisht përfitimet që ato sjellin për mjedisin. Një studim universiteti i zhvilluar në Singapore dhe botuar në revistën Building and Environment ofron prova të qarta për avantazhet e murit të gjelbër. Studimi krahasoi 20 mure në Singapore, përfshirë mure prej betoni, guri natyror dhe mure të mbuluara me bim. Rezultatet treguan se kopshtet vertikale ulin temperaturën përreth dhe brenda ndërtesave me rreth 0.7 gradë Celsius. Edhe pse duket një ndryshim i vogël, kjo ulje sjell kursime të konsiderueshme energjie, duke reduktuar nevojën për përdorimin e kondicionerëve. Përfitimet rriten në mënyrë proporcionale me numrin e kopshteve vertikale të ndërtuara, duke sugjeruar se krijimi i rrjeteve të mureve të gjelbra në qytete do të ketë ndikim shumë më të madh se sa kopshtet të izoluara. Përveç freskimit të ajrit, kopshtet vertikale kontribuojnë edhe në ruajtjen e biodiversitetit. Në Singapore, këto kopshte janë streh për rreth 300 lloje insektesh, merimangash dhe zojsh. Megjithatë, sipas studimit, muret prej shkëmbi natyror janë akoma më të pasura në biodiversitet, duke treguar se ekziston mundësia për të përmirësuar kopshtet vertikale, duke studiuar më mirë natyrën. Një tjetër përfundim i rëndësishëm është se kopshtet vertikale nuk janë të mjaftueshme në vetvete për të përmirësuar klimën urbane. Qytetet kanë nevojë për një ekosistem më të gjerën me pemë, lëndina dhe hapësira të gjelbra për të siguruar mirëqenien e banorëve dhe mbrojtjen e mjedisit.